Përshëndetje për gjithë, uroj t'jeni mirë kudo që jeni. Sot kam sjell një super tort me puding, me përbërës të thjeshtë që shumë lehtë mund të përgatisni të gjithë në shtëpi. Ruajini këtë recetë sepse do ju duhet për më vonë. Mund ta përgatisni për ditëlindje apo për festa të ndryshme. Mënyrën e përgatitjes dhe recetën i gjeni në vazhdim. Ndiqni videon, shikim të këndshëm. Produktet e përdorura për këtë recetë janë nga Dr. Oetker, i gjeni kudo në tregun ton. Fillimisht përgatisim brumin për pandispanjen, masat dhe recetën i keni të shënuar, pasi kemi përgatitur brumin e kalojmë në një kallëp që hapet me lehtë përpjekje. Pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 20 minuta. Këtë pandispanje e ndajmë në dy pjesë. Në anën tjetër përgatisim pudingun, pasi largojmë nga zjarri, shtojmë gjalpin dhe çokoladën e zezë, e lëmë të ftohet tërësisht, pastaj shtojmë krem qumështin dhe një paku krem me shije çokolade. Rënditja fillimisht një petë e lyhem me reçelin tuaj të preferuar, pastaj kremin një petë dhe gjithë sipërfaqen e lyhem me kremin e mbetur, zbukurimi me çokoladë të zezë.